të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në radio televizionin Nora News. Takohemi bashkë si çdo diel mbrëmje në emisionin Nora Sport Debat. Diskutojmë këtë mbrëmje të sotme me të ftuarit e mi për ekipin ton kombëtar për gjithë javën futbollistike, e cila ka qenë veçanërisht për kombëtarin. Kemi pasur një ndeshje miqësore të humbur ndaj Azerbajxhanit 0-1, po ashtu do të flasim edhe për kombëtaren Shpresa, e cila gjatë kësaj jave ka pasur një ndeshje ndaj Rusisë, të humbur edhe atë në shifra 0-1, por nesër ka një ndeshje ndaj Portugalisë, ndërsa ekipi kombëtar i madh ka ndeshjen miqësore ndaj Maqedonisë. Kanë qenë dy ndeshje miqësore përgatitore dhe mjaft rëndësishme në kuadër të përgatitjeve për fushatën kualifikuese të Brazilit 2014, por jemi ende pa trajner dhe ndoshta le të themi nuk do na shërbejnë aq shumë. Për të diskutuar në lidhje me javën futbollistike në Shqipëri, mbrëmjen e sotme të ftuar janë Gjergj Thaka, aktualisht administrator i Partizanit, specialist futbolli. Mirëmbrëma zot Thaka. Mirëmbrëma. Faleminderit. I ftuar është Luan Pinari, prej pak kohësh ish futbollist. Mirëmbrëma Pinari. I ftuar është gazetari sportiv, kolegu im Irfan Rama. Mirëmbrëma Irfan. Dhe kolegu im, gazetar sportiv Andi Matraxhiu në Sporti Shqiptar. Mirëmbrëma Andi. Mirëmbrëma. Do të shohim edhe një herë tjetër ndeshjen e zhvilluar të premten në mbrëmje në stadiumin kombëtar Shemal Stafa, Shqipëri-Azerbajxhan 0-1. Kemi humbur një ndeshje miqësore, ndeshja e parë post Kuzhe. Shohim materialin dhe rikthehemi për të filluar debatin. Në një ambient të ftohtë, të mbetur pa tifoz dhe pa trajner, ku qezimtë kanë shumë të vështirë të mposhten dhe modestet nga Azerbajxhani. Në një version i gjithë i risi, me lojtar të rinj dhe titular dhe pa një trajner zyrtar, Shqipëria shfaq dy pjesë në medalje jo më të vlefshme. E përkufizuar nga kapiten Lorik Cana si sfida për të rifituar tifozët, Leqjon Arç gënjej sërish ku luajnë vetëm 45 minuta. Përfundoi në versionin më të keq të mundshëm për Federatën Shqiptare të Futbollit kjo sfidë, me fitore minimale të azerëve, të cilët i dhanë lam të mirë trajnerit të tyre Berti Fox me një fitore. Pas një fillimi shumë kaotik nga të dy skuadrat, janë azerët ata të cilët godasin në aksion në parë me tipare futbolli. Kuqezin çajë në zemrën e mbrojtës me Aliyev, që shfaqti vetëm përballë Islihidit, që shënon golin e avantazhit, i cili nuk ka asnjë impakt në një kohë kur Shemal Stafa përprojeton ditët e saj më të ftohta. Duhet të kalonin 31 minuta lojë dhe një goditje standarde që kuqezin të provonin për herë të parë kuadratën e lindorëve. Elizbaka i përkufizuar si post skela, provon në mënyrë të drejtë për drejtë kuadratin, por fiton vetëm kritikat e shokëve të skuadrës, të cilët prisnin një kros në zonë. Fantazisti Dinamo së Bukureshtit provon të shënojë në version Hamdi Salih, por veprimi i Bakajt mbeti i bukur vetëm në ide dhe ekzekutim. Pasi finalizimi i tij ishte shumë larg statusit kërcënim. Jamiryka bën lëmsh të gjithë lojtarët azerë, duke i lënë Salihit fjalën e fundit. Por sulmuesi shkodran gjuan lehtë dhe jo rrezikshëm në portën e Popović, që kontrollon në pozicion një trajektor më së të lexueshme. Kuqezinti nisin fuqishëm pjesën e dytë në kërkim të golit të barazimit dhe me shpresën për përmbysje. Hamdi Salih nuk arrin të gjuaj, por kroson në zonë për Vilën, që me kokë nuk arrin të devijojë topin në portën e boshatisur. Djemtë e Musdanagic qëndrojnë konstant në portën e Popović, me ikën që gjuan fluturimti, por portieri azer grushton sak, duke mbajtur në fuqi golin e shënuar nga Aliyev. Të tetërsuar në pjesën e dytë, kuqezin zbatojnë idetë e Musdanagic për një lojë sulmuese, duke mbyllur skuadën e Berti Fox në port. Hyka në një formë të shkëlqyer fizike, punon shumë dhe shërben në zonë për Roshin, që me kokë nuk arrin të devijojë në port. Thjesht konfirmon dëshirën e skuadrës shqiptare për të mos dalë humbur nga ky takim miqësor. Nuk është të thënë që kapiten Cana të shënojë. Me sfëshori Lacos fiton duelin ajror dhe me kokën poshtë portierin Popović, por jo mbrojtësin që me këmbë në vjen fatale i thot jo luftëtarit. Hamdi Salih vjen një version ndryshe, duke provuar këtë herë të shënojë nga një goditje standarde. Në mungesë të gardës së vjetër, skelës, durrës apo bulkut, është sulmuesi shkodran që merr përsipër gjithçka. Ekzekutimi i sulmuesit të Rapidit të Vjenës sjell vetëm mirazhin e një goli, pasi topi përfundon jashtë kuadrat të Popović. I sapo hedhur në fushën e lojës Edmond Kaplanit, i mjaftojnë vetëm pak sekonda, por të tronditur shtyllën pingulet të miqve. Por dhe fati nuk mund të jetë me një skuadër e mbetur jetim, e braktisur nga tifozat kuqezi dhe për më tepër pa një drejtues. Si gjithnjë pas çdo humbje dhe këtë herë do të gjendet një justifikim. Fituam disa çuna të ri. Jemi rikthyer në studio pasi kemi ndjekur materialin. Zoti Thaka, edhe pse ishte një ndeshje miqësore, pritej një fitore për të rikthyer besimin tek kombëtarët, pak më kështu thoshin futbollistët deklaratat e tyre përpara takimit, dhe një fitore për të rifituar sërish tifozët, cilët e bojkotuan. E prisnit këtë humbje? Jo, me thënë të drejtën, unë pavarësisht të ndryshimet të mëdha që pati ekipi kombëtar, sepse unë mendoj që rreth 6 futbollistë të saj në këtë sezon, në këtë ndeshje mungonin dhe ishin 6 djemë të tjerë të rinj, të cilët janë afruar prej kohësh. Sigurisht dhe me këtë kontingjent që ka zgjedhur federata pavarësisht se mungonte trajneri, unë mendoj që skuadra duhet ta kalonte.
sepse nëse i bëjmë dhe analizë të shkurt të ndeshjeve që ne kemi zhvilluar me Azerbajxhanin, mund të jenë ndoshta 4-3, ne të gjitha i kemi fituar. Fatkeqësisht ndeshja që nuk e mendoja kurrë. Çfarë më ndodh këtë kombëtare realisht? Është pa tifoz, ishin njerëz zakonisht pak, ende pa trajner. Kombëtarja ka probleme. Një pjesë futbollistës që janë larguar, futbolli i tillë është që do të vijë ditë që gjithë secili do të largohet nga jo, ne duhet mendojmë për të ardhmen e kombëtares. Sigurisht përpjekje janë bërë dhe më përpara dhe janë afruar futbollistë, të cilët pak më vonë do t'i përmendim dhe me emra. Unë kam besim që iku plejade mrekullueshme që ishte, me futbollistë mjaft të mirë, si që ishte Lala apo të me shokët e tij, ishte i grup shumë i mirë dhe që konkuroi mjaft mirë për jashtu 3 ndeshjet e fundit. Mendoj që Shqipëria ka kontingjent dhe ka mundësira për të realizuar. Sigurisht kjo ndeshje nuk ishte përgatitur ashtu siç duhej. Fatkeqësisht nëse mungon trajneri, mungon dhe publiku, që janë 2 komponentët kryesorë të skuadrës, unë e mendoj që u paraqitëm dobët dhe nuk arritëm do të realizonim ndeshjen mirë. Luan, sa kohë do ky renovimi i kombëtares? Është përmendur edhe në deklarata, në intervista, janë larguar të paktën Duro, Skela, Lala. Nuk kohë. Për kohë nuk mund të flasim, por mund të them që do jetë pak e vështirë. Se nuk është se po zëvendësohet 1-2 lojtar, po është siç ata profesorë janë 7-8 lojtar. Koha nuk i dihet, mund të jetë shumë e shkurtër, por mund të jetë edhe shumë e gjatë. Duke parë atë pjesë të parë të ekipit kombëtar kundrejt Azerbajxhanit, mendoja se koha do të ishte shumë e gjatë. Por duke parë pastaj pjesën e dytë që ekipi u zgjua, filloi ngriti pak lojën, sikur më ngrohet disi. E vetmja gjë negative që do ta nisja unë diskutimin tim është tek publiku. Publiku sigur e parandjeu lojën e dobët e ekipit tonë dhe humbin. Irfan, po të shohim rreshtimin në ndeshjen ndaj Azerbajxhanit, kemi pas shumë kohësh, mund të them, Canën me sfush, një tjetër rreshtim me 2 sulmues. Cana është, domethënë, skaloni parë me si fush. Ishte zgjedhje e dur nga Mostedanagic. Për mua ishte një zgjidhje normale e një ndeshje, domethënë jo fundore gjithçka, por një zgjidhje e cila për mendimin tim ishte e mirë, por shtregoj loja, pastaj rezultati efektiv nuk u realizu për mua për një fakt shumë të rëndësishëm, se ne akoma pasin e fundit nuk e shfrytëzojmë. Patëm disa raste të pastra, pavarësisht se portieri Popović priti shkëlqyer, por duhet të themi se skuadra jonë arriti në pjesën e dytë që të triumfojnë gjitha drejtimet, por e meta kryesore është realizimi i fundit të topit në lojë, të cilin ne nuk e realizuam siç duhet. Unë them edhe diçka tjetër, që për mua ekipi kombëtar sot ka disa element shumë të mirë, të cilat edhe shumë ekspert, të paktën ish futbollistë kombëtarës dhe specialista futbollit siç janë Blerdarkola e tjerë, i vlerësojnë mjaft prurjet e reja në ekipin kombëtar, si lojtar të cilësisë mbi mesatare dhe cilësisë lartë për Shqipërinë, dhe për rrjedhoj Shqipëria mendoj që duhet të ecin në këtë statier për një fakt, se ekipi kombëtar duhet që të rinovojnë nëpërmjet një revolucioni gjithanshëm, por revolucioni gjithanshëm dën shumë element, për të paktën nga pikpamja e moshës dhe nga pikpamja e cilësisë lojtarë, duhet realizojnë një revolucion i plot në gjitha drejtimet. Unë nuk e tham revolucionin në konceptin moshor. Unë e tham revolucionit paktën në konceptin e lojtarëve të cilët luajnë në një skuadër kombëtare, duhet të jetë aspekti i përgatitjes të lartë fiziko-teknike, dhe mosha duhet të jetë në korrelacion me eksperiencën. Pra nëse ne do largojmë fjallavjen lojtarë të tillë si Skela, Lala, Bogdani e ndonjë tjetër, ekipi shqiptar natyrisht duhet që të zëvendësojë me lojtarë të tjerë, po jo domethënë një skuadër plotësisht e re në koncept. Koncepti i ri duhet të jetë lojtarët më në formë. Gjithashtu, unë nuk mund ta pranoj akoma që një ekip kombëtar
vazhdon të luaj pa lojtar 18, 19, 20, 21 vjeçar. Kjo është absurde për mua. Një kohë që gjithë Evropa, me Gjermani, me Kroaci, me Gjermani, me Kroaci, me Spanjë, me shumë kombëtare të Evropës kanë arritë që të fusin në skuadrat kombëtare talentet më të mirë tyre, duke filluar nga mosha 18-19 e deri në 22. Luan për të kaluar pak të ndeshja. Edhe ndaj Francës në 20 minuta para pëson 2 gola, edhe ndaj Azerbajxhanit. Pse niset një nisje jo e mirë gjithmonë? Edhe është i nisje jo e mirë gjithmonë. Me Francën nuk mund ta quajmë se Franca është një shkallë për shumë shkallë si për nesh. Po them që kjo ecuri e keqe e ekipit kombëtar ka nisur pikërisht tek ndeshja me Francën. Ne u përballëm me Francën ose donim të përballemi me Francën si të barabartë dhe të merrnim një pikë. Kur ndërkohë që objektivi dhe synimi jon ishte marrë 3 pikë në Luksemburg që do siguronte vendin e 4. Ne aty me ndeshjen me Francën u ndeshkuam me 2 kartona që lojtarëve më në formë aktualisht që ishin Cana dhe Dallku që nuk lozën në Luksemburg, që i prisën disnivelet. Aty për mendimin tim aty filloi dhe kjo përkeqësimi i situatës në ekipin kombëtar. Humbje në Luksemburg, ndeshja jo e mirë me Rumaninë, duke ardhur tek ndeshja e fundit me Azerbajxhanin. Ande, ishte një ndeshje që do të shpërndente si piknisje për përgatitje për gjitha, ndërkohë që vjen një humbje. Futbollistët tanë që kishte shumë gjëra pozitive. Ishte e tillë, mund të quhet një ndeshje pozitive ndaj Azerbajxhanit? Radh parë pa dashur bërë rolin e specialistit, domethënë se unë jam gazetar sportiv, po mendimi im personal është që do të ishte më mirë që ta kishim nisur nga fillimi ashtu siç startuam pjesën e dytë, sepse këtë gjë e pranoi dhe vetë trajneri Muste Xhemo shkurt. E pranoi vetë domethënë në përfundim ndeshjes që do të ishte më mirë sepse ai kishte studiuar një ndeshje Turqia-Azerbajxhan dhe kishte vënë re që Azerbajxhani kishte një mesfush me shumë pasime, të cilën mund ta neutralizosh vetëm duke pasur shumë mesfushor, siç ndodhi pjesën e dytë me daljen e Bogdanit, ishte Vila në qendër dhe luani me 5 mesfushor, nuk i dham shumë hapësira lojës tyre, nxorrëm si thosh nga fizionomia Azerbajxhanin. Kjo është ideja ime për këtë ndeshje. Pastaj për pikë startimi nuk mund të kesh pikë startimi kur s'ke trajneri. Ne duhet startojmë nga trajneri, pastaj startojmë tek ecëria dhe ka një diçka që deri dje kombëtare kryqëzohesh pse fiton vetëm në përmisore. Tani që po humbin misoret janë po të njëjtë njerëz që prap flasin keq, domethënë nuk arrit kuptoj çfarë kërkojnë nga kjo kombëtare. Ti fitoj apo mos ti fitoj misoret. Irfan, Cana pas ndeshjes ka bërë ditur që është shumë vështirë që Shqipëria të luajë me dy sulmues, deklaruar për më shumë të tipit Sali Bogdani që afërsisht janë dy pyka. Në zgjedhjet taktike. Unë nuk jam, domethënë, kundra dyshes që ka zgjedhur. Ne kemi luajtur vazhdimisht me këto dy lojtarë. Problemi është pastaj si vepron mesfusha, si veprojnë krahët për t'i nxjerrë gola. Sepse të dy janë lojtarë shumë të mirë dhe të dy veprojnë në mënyra të ndryshme. Njëri më shumë shfrytëzon kokën, shfrytëzon fuqinë e tij të madhe, shfrytëzon këmbët në rastet fundore, siç kanë qenë siç ka qenë dhe goli me Francën 2-1, ndërsa Hamdi Sali është një lojtar tjetër, është një lojtar që gjun në moment, është shumë i shpejt, është domethënë realizon gola spektakolar, por gola që japin edhe rezultatet e skuadrës. Them që nuk jam për atë pse mund luajmë me dy. Nuk është gabimet tona nuk janë se luajmë me dy. Gabimet tona janë në elementin teknik. Në elementin teknik më shumë se sa taktik. Pse teknik? Ne duhet krijojmë një mesfush shumë teknike. Nëse ne nuk kemi një mesfush, sa diçka andi parë në lidhje me studiova lojën Turqi, Azerbajxhan, ata luajnë me topat me pasime shpejta. Po edhe Azerbajxhani ka marrë konceptin spanjol të lojë, konceptin e Barcelonës e tjerë. Sepse sot për sot skuadrat më të mira po luajnë me topin e shkurtë të shpejtë dhe me pasnjë pastaj gjysmë të gjatë dhe të gjatë. Dhe arrin që të finalizojnë nëpërmjet kombinimeve 2, 3, 4 shpejta. Siç ishte edhe goli. Siç ishte edhe goli i Azerbajxhanit. Dhe po ta shifsh mirë lojën e Azerbajxhanit. Azerbajxhani ishte një skuadër që mund pëlqej. Ne mos themi se humbëm në Azerbajxhan, sepse ishte voks bankin dhe voksi nuk ka lënë ju thotë diçka përpara. Nuk e kam thënë. Flas për përfundimin e lojës. Nuk është një skuadër Azerbajxhanit normal si etalon, se skuadër shumë normale është. Jo, thash etalon. Thash Azerbajxhani nuk është një skuadër siç themi ne skuadër shumë e dobët.
Nuk është skuadër shumë e dobët Azerbajxhan. Ka arritur disa rezultate, ka para shumë, po jep para edhe duhet marrësh dorë dalekën, po të shikosh listën e tyre, nuk është se kanë futbollistë që po bën namin në Europë. Faktën ne kemi 2-3 kokra shumë të mira, më të mirë se ato. Andi, unë e kam këtu që ne mos mendojmë që skuadrat që kemi para, i kemi skuadra të dobta, sepse kështu ndodhet në Luksemburg. Luksemburg na rrai 2-1 para luajti shumë më mirë se ne në Luksemburg. Në gjitha pikpamjet, nëse e ke vuar, nëse e ke ashtu tamam nesh. Me francezë lujt me ne, po kur vjen puna, ata arriten me na shënu ato momente kur ne se priqim. Gabime fatale bëjmë, ne pastaj bëjmë shumë pasime. Ne më tepër vllajtëm humbjen me Francën sa humbjen me Luksemburgun. Pasin e gjatë e eksignonin parë. Shpesh në pasin e mesin ne gabojmë shumë. Ne kemi pastaj edhe mbrojtje ne kena shumë fizike. Ne s'kemi lojtarë, për alternativa Angjelit, tani janë lojtarë dërvarë për muzikë. Zoti Faka, Nuk do të jem dakord me këtë fjalën e fundit që thatë juve. Ne kemi lojtarë dhe kemi lojtarë të mirë dhe na kanë përfaqësuar drejtësisht. Nëse do të hedhim një sy ndeshjes së Francës dhe 20 minutat e para dhe 20 minutat e para me Azerbajxhanin, shumë e çuditshme që të dyja skuadrat luajtën me pasime. Pasimet e Francës ishin marrëmendse, shumë të shpejta dhe shumë të sakta. Të njëjtën gjë na ndodhi edhe me Azerbajxhanin, 20 minuta e para ka luajtur në mënyrë të shkëlqyer me pasime. Një fenomen tjetër i çuditshëm në skuadrën tonë që neve e marrim me vështirësi topin dhe humbim shumë shpejt. Nëse do t'i bëjmë një analizë objektivave të trajnerit, të atij që drejtoi ndeshjen, ishte që ne do të luajmë mirë në këtë ndeshje. Do të luajmë në sulm, do të fusim djem të rinj dhe do të fitojmë ndeshjen. Këto ishin 4 objektivat e trajnerit. Faktikisht të gjitha u realizuan, nëse do t'i marrim një nga një, neve luajtëm një pjesë loje mirë, që do ta diskutojmë më tutje se si luajtëm në pjesën e dytë që unë e vlerësoj që luajtëm mirë. Neve futëm djem të rinj në skuadër, kështu që edhe kjo është një diçka pozitive. Por ndeshjen nuk e fituam. Fakti është që Azerbajxhani nuk është një skuadër e nivelit lartë, që neve ta kishim frikë të na rifte, ndoshta edhe me lojë dhe me gola. Skuadra nuk realizoi objektivin e fundit që trajneri dëshironte dhe kërkonte të fitonte ndeshjen. Mirë ishte që neve me qenë se i mësuar që në miqësore të fitojmë ndeshjet, mirë do të ishte ta kaloni me sukses dhe këtë. Luan? Unë doja të vazhdoj atë që tha Andi për pjesën e dytë pse luajti më mirë Shqipëria. Edhe unë jam plotësisht dakord me atë që tha Andi, pjesën e parë Shqipëria nuk ishte aq e qartë e gjithë problemin e kishte në qendrat mes fushës. Nuk mund të luash, domethënë paksa i njohim ne lojtarët si Baka, si Hyka, edhe mbrapa të kishin Canën. Ato dihet që të dy lojtarët edhe Hyka dhe Baka nuk janë lojtarë tipik për qendrën mes fushës, që të marrin ato barën në mes fushës. Në momentin kur u ndrua Bogdani dhe u fut Vila, ato u bën një treshe e mirë në qendrën mes fushës, që kishte siguri Canën mbrapa. Duke parë dhe rrjedhojnë e golit, nga pikërisht kjo vendosje e ekipit tonë mes fushë u psua dhe goli. Një gabim, nuk u ta quaj jashtëforme. Unë kam diskutuar dhe nuk e do ndoshta një muaj përpara këtu dhe kam përmendur gjithmonë skelën që kombëtarët si mungon skela, jo si emër. Si rol, si tip futbollisti. Fakti është që akoma i mungon. Aty ka lojtarë të mirë, siç është Baka apo Hyka, të cilët din ta përdorin mirë topin, por nuk kanë nivelin e atij lojtari që i duhet ekipit tonë kombëtar. Së dyti, nuk më pëlqeu vendosja e Dallgut në qendër. Nëse do ta gjykojmë dhe ta analizojmë tani edhe golin që ka psuar skuadra jonë, ishte totalisht gabim. Realisht nuk janë pakta gabimet e Dallgut, po ti shohim me Francën edhe me ndeshje të tjera. Unë shoh kontributin e Dallgut më tepër në krah se sa në qendër. Kjo është e padiskutueshme, sigurisht Cana i cili pa diskutim, këto janë të parat, nëse do të kalojmë mas andaja që mungonin 6-7 futbollistë dhe kanë ardhur 6 të rinj. Është një pozicion nga zori, le ta themi, nuk është se pretendimet. Fal profesor, po s'jam dakord këtu që Dallku, edhe unë jam me profesorin që është më vlefshëm në krah. Duke pasur lojtar, është ndeshje miqësore, se nga kjo kemi vojtur edhe ne. Ndeshje miqësore që kemi fituar, por nuk kemi provuar si element të ri. Duke parë ekipin e Azerbajxhanit me lojtarët që luajnë në Azerbajxhan, 5 lojtarët më kryesor nuk ishin atë ditë informacion.
Është dhe kjo. Portieri i Azerbajxhanit ishte 92 ditëlindjet. Ne në miqësore nuk provojmë lojtar të ri, por nuk e provuam Azerbajxhanin. Kush është mbrojtësi Veliu? Nuk e di kush ishte tjetër, ose Lilaj, që ishte mes fushë, mund të jetë një partner ideal. Ishte jashtë 18 vjeçës, Një realisht partner ideal me Cana mes fushë për mendimin tim, nuk kur do t'i provojmë. Prandaj u detyruam që të fusim Dallku në qendër, Lilen nga e djatha dhe erdhja që erdhi një gol domethënë amator. Po ande? Desha të shtoja diçka domethënë që me të vërtetë nuk e kemi gjetur ende skelën e ri, po ka një problem. Kush është skela e ri? Kë do të vëmë në atë pozicion? Baka një ndeshje e ke të djathtë, një ndeshje të majt, pastaj në pozicion e skelës ne çorodisim lojtarët. Lilën e ke shkatrus mes fushor të majt, mbrojtës djathtë, mbrojtës majt në qendër mbrojtjes. Si do të zëvendësohen këto lojtarët kaq kollaj, domethënë. Dhe skela kur ka ardhur në fillim ka pasur oscilacionet e veta. Nuk ka qenë ai lojtari që 22 vjeç ka marrë kombëtarin për dorë. I është dhënë besimi dur. Të mos kërkojmë në këtë ndeshje këtë rol, që është i domosdoshëm dhe i pa diskutueshëm për të qenë një lojtar i tillë si Skela, por ato do ta gjejë trajneri i cili do të vijë. Të shohim kush do të vijë trajner dhe ai do ta kërkojë për ta dhënë aty. Nuk do t'ja kërkojmë këtij që është. Unë diskutova vetëm për objektivat që ai ka paraqitur në një intervistë që ka thënë në shtyp dhe them që u realizuan pjesërisht, ndërsa e fundit fare për të fituar skuadra humbi. Gjithsesi, Erfan, kemi disa futbollistë ne po i përmendim. Bakaj, Vila, Gilman Lika, edhe ndonjë tjetër që janë prej 2-3 vitesh minimumi në kombëtar dhe ende nuk ose nuk po marrin minuta ose nuk kanë atë peshë kur aktivizohen, ndoshta është edhe i ngërç. Momenti që u vjen shansi nuk janë aq përgatitur. Por realisht ka 2-3 vjet në ekipin kombëtar. Unë pa marrë vetëm Bakën. Hyka dhe të tjerë. Unë pa marrë vetëm Bakën. Bakën që se vutër edhe këtë neshe ishte në katalizator e lidhjes mes fushës, do më thonë, mbrojtjes me sulmin. Pra, një mes fushor shumë i mirë, një që del në krah, një që gjuan, një që pason shumë burgje. Edhe neshe tjera në Maqedoni në Korç, do më thonë neshe mitësore. Neshe e tjera që e ka fut për mu, ajo është një lojtar i domosdoshëm në ekipin kombëtar. Është ndërdjem më energjik, ndërdjem më teknik që ka, më fantazues, i cili duhet pati për ekipin kombëtar. Hyka është një lojtar që përsëri është një lojtar shumë i mirë, një lojtar që krijon hapësirë, një lojtar që domethënë humbet nga ana psikologjike lojtar kundërshtar nëpërmjet triplinave që bën qoftë krahun e majt, qoftë në qendër, pasime të bukura, krose e tjerë. Janë dy lojtar për mua me shumë vlera të cilët duhet të jenë ekipin kombëtar. Tjetër që mund të jetë për mua një lojtar shumë i mirë, po që akoma po mbetet jashtë ekipit kombëtar, që nuk po grumullohet, është një për mua është Bajushi, është një ndër lojtarët është Ekspreso. Për mua ai mund të rrinte Ekspresa 2-3 vjet e mandej e fusi 23-4 vjeç kur çdo gjë kur humbet formën. Lojtar të tillë, domethënë, të kalibrit, të cilët domethënë kanë një teknik shumë të lartë, kanë hapësirë, kanë vizion, kanë fantazi e tjerë, këto duhet patjetër që të grumbullohen ekipin kombëtar. Unë mendoj që trajneri i cili kjo është gabimi më fatal që i bën Federacia Shqiptare e Futbollit, u bën sa kohë që ato akoma nuk e kanë përcaktuar trajnerin e ekipit kombëtar. Nuk ka në shtet në botë që e lënë në këtë formë. 6 muaj përpara i thotë që ti do ikish dhe do të vinë trajneri tjetër, ose e ka gati. Ne bëjmë ca gabime fatale dhe si federatë, domethënë. Ne ja kena lënë unit vetëm një person, vetëm presidentit, ai vendos gjithçka, ai duhet t'i bëjnë gjitha gjërat, këtë jo. Po në momentin që jemi dhe nuk e kemi trajner, është më mirë që të marrim kohë dhe të bëjmë zgjedhjen e duhur, apo ta zgjedhim sa më shpejt, trajnerin? Jo, ai ka pas kohë me bëj zgjedhjen e duhur. Mandaj ai ka një gabim shumë fatal për mua si president. Ai don vetëm 2 vjet të jetë një trajner i ekipit kombëtar. Si Hasi ti është ofru? Jo, si ofru katër kur. E ka thënë edhe Hasi. Kur e tha? Edhe federata e ka bërë ditur. Para disa ditësh. Mase mund të jetë ofru, po prapë qofse e vune re trajneri gjerman këtë Kostërin që i refuzoi. Prapë 2 vjet i thonë. Trajneri tjetër prapë 2 vjet po i thoi. Nuk është ai Armand Dukës se refuzoi trajneri gjerman. Se kam këtu atë ti, lutem. Të punë bën përpara, nuk bën ditë e fundit. Vetëm presidenti që ka fetoj. Për mendimin tim ka shumë gjëra kur zgjidhet një trajner kombëtar ka shumë gjëra. Në momentin e financat e pakta dhe nuk është vetëm dëshira e Armand Dukës dhe trajneri. Ka shumë hallka që mund mos përputhen. Siç është një hallk shumë e fortë që është dhe menaxheri që është mes dhe shikon interesin e vet. Ka shumë mbrapa skema, nuk është aq e lehtë. Sekond, ta marrë. Okej, ti mandaj thuj atë mendimin tënd. Për mua, domethënë, faji numër 1, domethënë, për shumë gjëra që s'het se ekipi kombëtar, qoftë kërkimi i rezultatit stratosferik, që ne sa arrim dot,
qoftë, dhe më thonë, koha në dispozicion, qoftë manovrimet shumë të dopta që bile edhe egoiste që është bot, s'pa thamë presidenti, pa thamë stafi atër, që s'pa tu presidenti. Unë s'jam avokati Zotit Duka, unë shpreja mendimin tim, që nuk është vetëm Zotit Duka fajtor, ka shumë probleme. Nuk për përmend avokati. Se në qofë se të tyjnë problemeve, ne marim me shtetin problemi që i ke kalamat gjithë në përliqen duke hyrë në përpej me topin dorë. Ne morë me trajner ekipi kombëtar. Ty Brigeli t'u largu vetëm për tek të presidentit. Ty Oto Bariq t'u largu për shumë aspekte, qoftë për teke, qoftë për lënje futboll, qoftë për shitje neshe e kështu me radhë. Instanca tjera që merren me këtë punë, s'na takon. Pas pa flasim se na kemi marrë me fol lirshëm këtu më. Po lirshëm pra. Tu kemi marrë me fol lirshëm tani në zjarr që është ndeshja apo nuk është ndeshja. Ti jep mendimin tan, nuk ky është mendimi im. Këtu në shumë gjëra vendos uni, si gjithçka në Shqipëri që vendoset nga uni, edhe këtu uni gjithçka bën. Për mua, nëse nuk merret mendimi i stafeve të duhura, qoftë federat, qoftë tjerë për marrjen e një trajner, qoftë se nuk veprojmë kohë, ne përsëri do jemi vonesë në shumë aspekte. Okej, shkojmë në përje publicitare dhe rikthehemi sërish. Që momentin që erdhëm stadion, nesha dukte ishte keqe përgatitur, ambienti ishte shumë i ngrohtë, edhe ne fillu me lojën si herë të tjera në Manstava, fillu me shumë të plogësh, shumë të avasht. Një situatë e paqartë në këtë nisje të re, në këtë epokë të re, po themi, edhe pas largimit dhe Ramve pa trajner, pa disa lojtar. Si e paqartë, çfarë kuptimi? Kombëtarja s'po prodhon, trajneri ende nuk është zgjedhur, jo situatë e bukur për përgatitur. Unë e përshkrua pak me atë, unë thash, neshin e fillu me shumë keq, unë jam lojtar dhe flas për pjesën që fillon në fush, pastaj pjesën organizative i takon tjera kuj për me fol. Tifozët nuk duhet vinë gjithmonë për me pa vetëm Cristiano Ronaldo ose Riberin, kjo është kombëtarja atyne edhe tjenë gjithë qartë se gjithë lojtarët këtu, unë, Loriku, Bogdani, Teli, Hidi, gjithë që vinë këtu, asnjëri nuk vjen nuk fiton asnjë lek, asnjë gjë që vjen këtu, gjithë vinë për me përfaqësuar Shqipërinë, me ndërru Shqipërinë. Fillimi i historisë mësuar të fitojmë pak në vitet e fundit. Kishte mungesë motivimi nga ana unë po jonali që në fillim. Që në fillim po jonali mos ja fillojmë mungesë motivimi. 25 minutat e para nuk ishim mirë se ishim edhe me një skem të re, me lojtarë të ri që nuk ishin lutur në atë pozicione dhe kundërshtari ishte shumë mirë kompakt. Luiti shumë mirë në 25 minutat e para, shfrytëzoi vetëm rast besoj që e kishin të pastër për të shënuar. Shënuan, ne u kthyem mirë në qerekorin e pjesës së dytë, pjesës së parë ku u kthyem mirë në lojë me lojtar pak me pozicione pak më natyral. Dhe në pjesë dytë kemi luajtur një ndër pjesët dytë për mendimin tim më të mira që kemi zhvilluar ndonjëherë, sepse kundërshtari nuk ka afër portës dhe ne kemi krijuar shumë raste dhe me një kualitet të loje me një cilësi shumë të lartë. Është ndryshe kur e ke një njeri që vjen me gjithë atë edhe treneri i parë po të kishte ardhur për këtë lojë, nuk më thon që kishte bë një diferencë shumë të madhe. Kishte pas ndoshta një eksperiencë pak më shumë, një provojë dhe kishte një orë lojtar me 2 ndeshje për t'i shikuar. Por unë ju thash si lojë kemi treguar shumë cilësi, sidomos në pjesën e dytë. Jemi rikthyer sërish pas publicitetit dhe pasi kemi ndjekur prononcimet pas ndeshjes ndaj Azerbajxhanit të Salihit dhe Canës. Luan, Hamdiu kishte një mesazh qartë për tifozët, po themi, mos vinë të shohin vetëm Cristiano Ronaldo dhe Riberin. Unë dakord, jam qëndron pak kjo që ka thënë Salih, po nuk ishte kjo thelbi që tifozët nuk ishin të pranishin në stadium. Nuk ishte kjo që po luan Shqipëria me Azerbajxhanin dhe nuk po vinë tifozët se po luajmë me Azerbajxhanin. Tifozët kishin diçka tjetër. Duket se e kishin me ishin emëruar shumë parë për emërimin e Hasit. Ishte diçka tjetër, nuk kishte lidhje me këtë që tha Salih, domethënë që nuk erdhën se po luajmë me Azerbajxhanin. Tifozët kanë qenë pranishëm edhe ndeshje me ekipe më të dobta se Azerbajxhani. Them që kjo nuk qëndron disi. Zotëka, sa u ka munguar futbollistëve në fush kombëtarës në këtë ndeshje trajneri? Luash pa trajner parë?
Jo se ishën pa trajner ka pasur aty, është një ndihmës i kushtit, çka drejtuar në ndeshje zyrtare, por i cili ka deklaruar që listën e ka bërë federata dhe normalisht federata duhet ta bëjë, sepse ka një sektor teknik aty, drejtori teknike që njeh mirë dhe ndjek gjithë futbollistët e Shqipërisë dhe jashtë. Kështu që nuk se mungon, po megjithatë, pa diskutim që ka influencuar, nuk e diskutoj. Kësaj ndeshje i mungonte trajneri, i mungonte publiku, i mungonin 6-7 futbollistë të cilët, siç e thashë përpara, kanë deputuar shumë mirë dhe janë aktivizuar me dinjitet. Kështu që ka mungesat mëdha. Nëse mungon trajneri, mungon publiku, unë mendoj që ndeshja do të ketë pa diskutim rënje. Nuk mund të luash në një stadium bosh, siç ishte ajo Pardije, ku dëgjoheshin dhe zërat e futbollistëve, "Ma jep mua, jepja tjetrit." Është pak sa e vështirë për të zhvilluar një ndeshje. Nuk të krijon emocione për të bërë diçka të bukur në këtë ndeshje. Pas largimit Kuzhe, zgjedhja e parë e drejtuesve të federatës është deklaruar ka qenë Hasi. Si e keni parë si kandidaturë dhe sa entuziast keni qenë kur ai ka qenë gati drejt zyrtarizimit? Unë kam shprehur dhe më përpara në këtë studio dhe kam qenë gjithmonë partizani i asaj që Shqipërinë duhet ta drejtojë dhe një shqiptar. Tani se çfarë ka ndodhur në federat ndërmjet të dyja palëve, por me sa jam informuar nga shtypi, federata kërkon që po këtë futbollist të nderuar të ekipit kombëtar ta mbajë 2 vjet. Federata punon me objektiva, me sa duket objektivat financiare dhe futbollistike janë të kësaj natyre që ky trajner Gjergj Thakaj duhet për 2 vjet. Nuk është problemi sepse e duam apo se duam Hasin. Problemi është dhe financiar. Këto gjëra që neve të gjithë tonë nuk i dim se si janë marrëdhëniet financiare në federat, mund ta shpjegoj shumë më mirë një përfaqësues që ka marrë pjesë në diskutime. Në këtë moment jemi pa trajner dhe realisht sipas cilat do ishte një zgjedhje dur, një trajner shqiptar apo i huaj. Paktën nga kandidaturat, nga ato ish futbollistët e këtyre viteve të fundit kanë ngelur vetëm Bledar Kole, i cili kishte shprehur dëshirën. Në qoftë se unë di të pak nuk kam qenë në federatë që Kole si është bërë një propozim një sezon më përpara për të marrë skuadrën dhe nuk e ka pranuar. Pardije lexova në shtyp që ka pranuar, do pret ftesën. Do të ishte i duhuri? Unë kam konsiderat mëdha për të, sepse kam pasur dhe futbollistë e Partizani, është një djalë i mrekullueshëm, futbollist i shkëlqyer, i talentuar, njeri që studion, por dhe që punon në një akademi, drejtor në një akademi, do të jetë i përshtatshëm, është një njeri nobel fare, i mrekullueshëm. Nuk mund të përjashtoj dhe të shaj të tjerët, unë kam qenë dhe jam përsëri që mirë është që Shqipërinë ta drejtojë një, ne kemi trajnerat zot edhe brenda vendit dhe jashtë. Për Bledari, unë kam diçka në vazhdim të Gjergjit. Bledari është një djalë i formuar shumë pikpam. Është një djalë shumë i zuar, një tip shumë studios. Do të thonë, gjithmonë ka arrit rezultate të larta, jo vetëm në aspektin futbollistik, po edhe në aspektin kulturor në shumë aspekte të tjera. Është njëri shumë i përgatitur, ka marrë shumë specializime, ka punuar me trajner shumë të mirë, do të thonë qoftë slav, qoftë gjerman e tjerë, holandez, dhe unë mendoj që Bledari, do të thonë me zgjuarsinë që ka, me kulturën e madhe të futbollit që ka, me element tekniko-taktik që i ka pas vetë në kohën kur ka luajtur futboll, një mjeshtër i madh, unë mendoj që ai do të jetë një figurë shumë e mirë për futbollin shqiptar dhe një trajner i cili ja din shumë gjëra ekipit tonë kombëtar. Mandaj mendoj që edhe për moshat ai do të bëjë një punë shumë të madhe, sepse Taeku që ka qenë, ai ka pas ato ekipet moshore dhe ka qenë shumë i suksesshëm. Përveç Bledarit, jeni për një shqiptar apo tuaj? Mund të ketë shqiptarë të tjerë që do drejtojnë, ka shumë trajnerë. Unë jam për një shqiptar, po që të paguhet si një gjerman, si një francez, si një angles e tjerë. Në qoftë se nuk paguhet në këtë formë, unë nuk jam dakord. Jam dakord që ai të ketë gjitha privilegjet e një trajneri tuaj shumë të mirë. Në qoftë se i ka këta, i s'do pyes pastaj për vogëlsira, s'do të pyes për emra dhe do punoj siç duhet. Ande, lidhe me trajnerin e ardhshëm, shumë emra, Kola, Rehagel, Eriksson është ofruar, Mateos është ofruar, Kuman ka
Ka një mori emrash. Mendimi im është që përderisa ne i dham shansin dhe pavarësisht se nuk u arrit marrëveshja me disë dy palve që t'ishte Hasi trajneri kombëtares, pse mos jetë dhe Bledar Kola, sepse po t'i vesh në peshore si futbollist, mendoj që janë në një famë gati të njëjtë, pa dashur diferencoj njërin apo tjetrin. Po t'i marrë dhe si trajner, Hasi ka një eksperiencë të re dhe është asistent gjithmonë, ndërkohë që Bledar Kola ka një eksperiencë të vogël të shkurtër si trajneri parë. Dhe po t'i vesh në peshore, unë mendoj që ato janë të njëjtë dhe nuk do ishte mëkat nëse do afrohesh dhe Kola. Ndërkohë për trajnerët e huaj ka një problem shumë të madh, që kërkojmë trajner me CV të madhe, por duhet pa buxheti dhe mundësia financiare që Federata Shqiptare e Futbollit ka. Sepse s'mund të marrim Mateosin se me informacionet që unë kam kërkon 800.000 euro, nuk mund ta marrësh kollaj Mateosin. Buxheti është i cunguar deri në 400.000 euro për 2 vjet, është afërsisht. Dakor, pra, pa atëherë duhet përshtatemi. Dhe gjem Bledar Kolën apo X-in. Kostner do ishte i dur sepse ishte shumë afër, vetëm se duke i besu Altin Raklit, i cili është një ish lojtar me eksperiencë kombëtare shqiptare futbollit, që e njeh mirë si futbollin shqiptar dhe kombëtaren ton. Dhe me këtë trajner nuk me sa u informova ka pas marrëdhënie shumë mira dhe e njeh nga afër sepse kanë punuar në 2-3 ekipe së bashku. Unterhaching më shumë për i shumë. Po, Freiburg, më duket e tjerë. Mendoj që do ishte i dur, po një shkas shumë të mirë e kemi sepse një trajner gjerman i cili ka pasur për mendimin tim metorin më të mirë nga gjithë trajnerët e huaj në Shqipëri. Flas për kohët moderne, pastaj më parë nuk e di. Luan, sa i rëndësishëm është trajneri? Është shtylla kryesore që më përgjegjësinë për fitore të humbje të gjitha në këto momente dhe për kandidaturat. I shqiptar apo i huaj, Hasi, Kostner, këta kanë qenë realisht shumë afër. Unë kam një mendim tjetër. Unë në radhë parë jam për trajnerë shqiptar, domethënë. Si Bledar Kola, si Hasi i plotësoni kriteret. Por unë kam dhe një ide, një mendim timin, domethënë që po ta shikojmë lista e kombëtarës përbëhet pak a shumë nga 30 veta. Apo jo. Futbollistët grumbullohen. Futbollistët pak a shumë gjatë edicionit. Janë 30 emra. Edhe duke parë përbërjen e këtyre 30 emrave, duke parë karakteristikat e këtyre lojtarëve, me çfarë moduli mund të luajnë këto lojtarë më mirë, që mund të japin më shumë, edhe në bazë të kësaj mund të bëjmë dhe përzgjedhje tek trajneri. Se nuk mund të marrim një trajner për marrë një shembull, ndoshta mund të jek dhe pak kështu, siç gaboi për shembull në rastin konkret, siç gaboi Interi. Kishte lojtar, po mori një trajner që lojtarët nuk u përshtatin dot me atë modul. Kjo mos ta ndodhe neve. Kemi lojtar për shembull që mund të luajnë mirë kundra sulmit, po mund të marrim një trajner që është shumë i aftë në ofensiv, por ato nuk e realizojnë dot. Domethënë që duhet parë shumë me që kjo ndeshje iku, duhet parë domethënë që trajneri të zgjidhet i duri dhe që të bëjë një punë shumë mirë, jo për 2 vjet, unë jam as për 4, por edhe më shumë. Që të rinë në kryet kombëtarës. Shumë bukur e kishte trajtu Bledari, domethënë çfarë duhet përcaktojmë ne. Thoshte ne duhet përcaktojmë objektivat dhe me të mëdha e shkrute, objektivat me të mëdha, objektivat real thote. Pra, ato duhet i përcaktojmë, jo objektiva o burra të shkojmë në Europian apo në botror. Cilat janë objektivat reale me bazën e cilësisë lojtarëve të tjerë. Ose thoshte, si jam me Pinarin, thoshte për shembull që ne duhet përcaktojmë stilin e lojës, modulin e lojës. Pra, me çfarë modulit lojtarët tanë mund të japin maksimumin. Tjetër, që thotë diçka të bukur që e diskutuam edhe pak përpara për të rit. Ne duhet zhvillojmë talentet e ri, thotë, e që do t'i shërbejnë kombëtarës. Pa zhvillim talenteve të ri, ne nuk mund të ecim përpara. Pra ishin 3 element shumë të rëndësishëm dhe që i kishte Bledari i kishte shtruar me shumë, domethënë me shumë zgjuarsi dhe me një realitet objektiv të kushteve sotme të futbollit shqiptar dhe atij europian. Zotëka, jemi në situatë që nuk kemi trajner dhe realisht mbas ndeshjes në Maqedonisë që është pas nesër, ndoshta në shkurt është ndeshja e radhës. Drejtuesi i Federatës, presidenti Duka, sistemi është më mirë dhe ose ne si ekipi kombëtar na le verdis që të marrim kohën e dur për të bërë dhe zgjedhjen e dur, apo të zgjedhim një trajner thjesht për faktin që stoli është bosh. Unë jam i natyrës që nuk nxitohem për të vendosur, edhe personalisht, po jam dakord me atë që duhet mendojmë mirë, sepse është një vend shumë i nderuar që përfaqëson një komp dhe duhet menduar mirë për të zgjedhur trajnerin. Së pari, së dyti, duhet menduar çfarë objektivesh do të ketë, me sa kuptoj unë që jam i jashtëm tani, objektivi do të jetë që të formohet një ekip kombëtar.
sepse si pa formuar, me thënë drejtën, në këtë largim të këtyre ish futbolistëve të mëdhenj të kësaj skuadre, që i përmendëm në para që janë 5-6, është tepër e vështirë për t'i zvendësuar. Prandaj jam i natyrës së qetë të mendojmë mirë për të vendosur trajnerin. Se mungon trajneri, do të bëhet një ndeshje pas nesër në Maqedoni me këtë person i cili është në federatë dhe që ka ndjekur kombëtare në këto vite. Nuk mendoj që do të jetë ky, edhe vetë ky nuk ishte ndonjë dëshirë për të mbajtur këtë skuadër, por unë them që duhet durim. Sigurisht jemi vonë, por duhet durim. Keni qenë drejtues në federat, pjesë e komitetit ekzekutiv. Ka pasur një periudhë kur ju keni qenë drejtues si kjo tanishme, me të vërtetë kombëtari është në tranzicion, pa trajner, me largim disa futbollistëve, afrim të rinj, mungesë tifozësh, është një nga, po e themi, pikat më dobta, edhe pse ne nuk e dëshirojmë. Vendime të shpejta nuk ka pasur diskutime gjithmonë, sigurisht me Brigelin në mandatin e dytë, Brigeli pati një nxitim, dëshira e federatës, e komitetit dhe presidentit ishte që ai të vazhdonte edhe një mandat tjetër 2 vjeçar. Fakti është që neve vum disa objektiva për ekipin kombëtar në mandatin e dytë të Brigelit, me sa duket atij nuk i pëlqeu, por i pëlqeu Barheni më duket dhe shkoi atje. Kështu që ne kemi pasur konsulta në atë kohë për trajner e ekipit kombëtar dhe masaj vendosej nëpërmjet presidentit dhe 2 nënpresidentë. Luan, përveç Kolës, flasim ka trajnerë shqiptarë, ka emra të tjerë, kandidatura të tjerë që mund drejtojnë, por nuk ka emra nderuar, Sokol Kushta, trajnerë që aktualisht, domethënë, trajnojnë skuadra shqiptare, ish futbollist famshëm. Ja, këtu në Shqipëri domethënë ka trajner, po duhet të shohësh me shumë imësi, domethënë se në Shqipëri ka shumë faktorë që ndikojnë. Po të marrim domethënë pa përmend emra domethënë që po marrim një emër që e kam dhe kështu domethënë trajner që u shkarkuar tash nga Skënderbeu, i ngele vetëm durët, që ka qenë dhe zëvendësi Otto Barić, që është më pranë nga trajner shqiptar për momentin në kombëtare, është dhe tjetër është dhe po përsëri ish trajneri i Korçës është Shkëlqim Muça. Këto janë për momentin, pa ndoshta mund të kem harruar ndonjë emër, po them se këto janë. Irfan, nëse është trajneri huaj, çfarë mentaliteti na përshtatet më shumë? Gjerman, sloven, pjesa jeshtë Jugosllavisë apo italian? Bogdani sot ka thënë. Po, Bogdani thoshte sot një italian në konceptin taktik më shumë. Taktik. Sepse trajneri italian sipas serisë A, siç thoshte Bogdani, i vendosin skuadrën në pozicione, domethënë, shumë të mira dhe shumë kompakte dhe skuadra luan blok dhe është e mundur që ne nëpërmjet aspektit taktik të një italiani ne mund të arrijmë rezultate më të mira. Se faktikisht po ta shikojmë mirë, shumë trajnerë italianë që kanë shkuar në kombëtare të ndryshme kanë arritur rezultate shumë mira. Edhe Capello, pavarësisht se nuk ka arrit për shembull rezultate në Anglia është një realitet tjetër dhe shumë vështirë. Rezultate në botë i ka arrit, domethënë, thuajse gjitha fitoret në ishit kualifikuese. Trapattoni nxori Irlandën, po atje shumë shkurtër italian, Dosena. Por italian tamam, jo Dosena. Tamam ishte edhe. Unë se quaj italian Dosenën. Se na mashtrojnë. Tjetër mohabet. Ande çfarë mentaliteti mund na përshtatet? Nëse vendosin për trajnerët tuaj. Po tani është një trajner që, si thonë në gjuhën popullore, ka kaluar një lumin, siç është ky Kek i Slovenisë, i cili me politikën e tij futbollistike ka arritur ta dërgojë Sloveninë në botror. Dhe me sa di unë, domethënë ka pas tentativa që të ketë bisedime, domethënë ballë për ballë, sepse kontakte telefonike apo me email e tjerë janë kontakte që ngelen indirekt. Dhe mendoj që një trajner i tillë mund të ishte i përshtatshëm, sepse është e njeh edhe pak a shumë mentalitetin e futbollit shqiptar, për më tepër lexova diku që ai është shprehur që edhe kombëtarët në Shqipëri e njoh, ka lojtar me kualitet, por nuk e di ai ka informacionet e fundit që do t'i duhet një punë shumë e madhe për të zëvendësuar lojtar që i përmendëm më parë, domethënë si Skela dhe kompani. Po zotë me që lindi ky diskutimi kush u përshtat më shpejt nga gjithë ta trajnerët të paktën sa mbaj mend unë ishte Brigeli. U përshtat shumë mirë me skuadrën, me mentalitetin shqiptar dhe u bë shqiptar. Ndërsa si trajner në vendosin e skuadrës në zgjedhjen e njerëzve, Otto Barić ishte
i mrekullueshëm. Mendoni se do të bëhet zgjedhje dur? Ndoshta tani është edhe koha e nevojshme të gjithë diskutojmë. Meqense këto dy ndeshje do të ikin pa trajner, mirë është që të mendohen mirë, të zgjidhin mirë dhe të gjenë njeriu e dur. Luan, kemi tjetër test pas 2 ditësh ndaj Maqedonisë. Do përfitojmë akoma më shumë? Është normale që do përfitojmë. Them se është edhe ky është një test mjaft i vështirë, se edhe Maqedonia është bërë një ekip mjaft i fortë, duke parë edhe rezultatet që ka dhënë në eliminatore. Them që do jesh një ndeshje mjaft e fortë me ekipe të barabarta, pothuajse se edhe Maqedonia ka lojtar me emër. Kanë 4 mungesa. Kanë mungesa. Po lexoja dhe më parë domethënë që kanë shumë mungesa. Dhe edhe me arsye dhe pa arsye, sepse Pandevi ka bërë një dredhi, kanë thënë jam i dëmtuar, ndërkohë që kanë zbuluar që ka shënuar gol në misore me Sevilla. Ishte lindë fëmia i dytë. Kështu që them që kjo ndeshje na shërbej më shumë neve se sa Maqedonisë, që të marrin është edhe për ekipin tonë kombëtar që të marrin edhe ndoshta një rezultat pozitiv që nuk mund të ketë ndonjë rëndësi, por thjesht për moralin e këtyre çunave që pësuan një goditje ndaj Azerbajxhanit që nuk mund t'i quaj domethënë lojtar të ri, po emra të rinj kombëtare, them që kanë domethënë për të ardhmen të jenë akoma më mirë. Se po bëjmë shumë zhurmë që humbi kombëtare, po mirë nuk është ndonjë gjë që humbi, ndeshja është miqësore. Ja, është tek ajo që ka humbur pak besimi, e kanë thënë dhe futbollistët. Nuk e besoj. Besimi dhe tifozët. Nuk e besoj, më tepër të shqetësimi do të jetë për sportdashtit që nuk erdhën në stadium, ndërsa që humbje ndeshje miqësore mua më duket normale. Edhe nëse humbi dhe në Maqedoni që mund të ketë dhe motive të tjera dhe mirë është që ta kalojnë me sukses, por e rëndësishme është që luajnë 5-6 futbollistë të rinj. Sot Dije Roshi, lojtar i mrekullueshëm që fitoi. Po, Ande? Doja të rikthehesha pak domethënë tek tema e tifozëve. Dëgjova domethënë më parë Salin që deklaroi se nuk duhet vinë për Cristiano Ronaldo. Ajo është shumë e drejtë domethënë dhe unë e mbështes Salin për këtë ide, por duhet parë se cilës palë tifozërisë ja drejton Sali këtë mesazh, sepse ka 2 lloj tifozërish në Shqipëri. Është ajo tifozëria e organizuar që qëndron gjithmonë tek pjesa D1, domethënë në tribunën përkatësi. Tifozat kuqezi, kemi shumë grupime për tifozat kuqezi. Tifozat kuqezi janë më të flaktit. Ka dhe një pjesë tifozërisë tjetër që mund quhet në thonjza tifozëria faraxhive, pa ofendim ato që vinë për të pa ndeshjen për qef. Në qoftë se ja drejton këtyre tifozëve, domethënë që vinë për ta pa ndeshjen për qef, ai ka drejt. Në qoftë se ja drejton tifozave kuqezi, nuk ka drejt. Pse nuk ka drejt? Sepse janë këto tifozë që nuk i kanë munguar asnjëherë Shqipërisë dhe para 2 ditë para ndeshjes kombëtares ishin duke ndjekur Rusin me ishte një veçare me Shqipërinë. Po aty ishte Cristiano Ronaldo apo Ribery. Dhe duhet parë edhe diçka tjetër. Ndaj këtyre tifozëve të organizuar, nuk them që duhen marrë dhe masa nga ana e uniformave blu, por ka një dhunim të përhershëm, sepse unë jam i afër dhe komunikoj me disa nga këto djemë që janë shumë të apasionuar dhe ndjen shumë fanellën kuqezi, dhe aktualisht që ne po flasim janë 2 prej tyre pjesëtar të arrestuar dhe nesër do dalin në proces gjyqësor. Me motivin hedhje bombës pymuese, po kjo është një skandal i vërtetë, domethënë këto djemë mendoj që duhet të jenë pak privilegjuar. Jo që po bën se po bëjnë një krahasim, bëjnë vrasje dhe t'i falin, por për një bombë, një tymuse është turp ti dënosh e ti gjykosh. Irfan, lidhje me tifozët pse ka qenë një çështje nxehtë realisht këtu. Unë nuk e quaj në gjë, unë e quaj një kalimtare se tifozat kuqezi, gjithë këto kopet që i quajmë ne, domethënë këto tifozat më të çmendur që janë, them që ata do rikthehen në stadium, kështu që nuk është ndonjë problem i madh se s'kan qenë këtë ndeshje. Ne kemi luajtur në Portugali, kemi barazu pasit me 5 tifoza. Ne kemi barazu në Romani me 20 tifoza. Kështu që nuk është gjithçka ajo punë. Këto lastum, për ne kena barazu, jashtë e kena ashtu. Unë them që, si Irfan them, që duhet tifozat tanë do të vinë prapë stadium. Ato e dojnë Shqipërinë dhe janë krenar për Shqipërinë dhe ato do vinë sërish. Unë problemi që mendojon për lidhje me Maqedoninë dhe ndeshje tjera. Për mu me Maqedoninë përsëri duhet futen këto lojtarë dhe duhet konsolidohen lojtarët e ri me një modul natyrisht që e mendon trajneri, ai e din më mirë, por ne duhet konsolidojmë këto lojtarët e ri. Mos kemi frikë, le të humbin Maqedoni, le të humbin disa ndeshje tjera. Problemi është që ne të krijojmë skuadër. Po nuk krijojmë skuadër, po nuk konsolidojmë pozicionet, po nuk vendosim
domethënë çdo pozicion të kemi 2 lojtarë, qofshin edhe 3, 18-19 vjeçar. Ne, domethënë kur t'i krijojmë këto mundësi, kur të kemi, domethënë për 11 pozicione, të kemi 2.3 lojtarë, atëherë skuadra shqiptare. Kjo do jetë shumë e vështirë. Kjo do jetë shumë e vështirë. Luan, në lidhje me dublimet dhe me gati 3 fishimet e roleve. Do them që ndeshja me Maqedoninë do jetë që ne mos të bëjmë duke parë formacionin e Maqedonisë të ndërtojmë dhe ne formacionin. Ne kemi arritur atë besoj tani që edhe kundër Azerbajxhanit marri masa ndaj Shqipërisë, jo ne ndaj Azerbajxhanit. Duke parë skema si luan Azerbajxhanit dhe ne të marrim masa. Por duke parë edhe ndeshjen me Maqedoninë, ne do të jemi superior ndaj tyre ekipeve. Fillojmë të vëmë atë, domethënë që karakterin ton, potencialin ton, ta shfrytëzojmë maksimum dhe të arrijmë që të kemi kombëtar akoma më të mirë. Ndoshta fushata kualifikuese Euro 2012 ka një muaj që ka përfunduar, por çfarë fituam nga kjo fushatë kualifikuese? Ndoshta ne futbollistë të ri se pikët në mendimin tuaj. Futbollistë të ri fituam tani në fund, po unë e thash edhe pak më përpara, ne humbëm deri në fund të ndeshjes me Francën. Nokauti jon ishte ndeshja me Luksemburgun për këto eliminatore që kaluan. Zoti Thaka, ndoshta jemi shumë shpejt pasi do dhe një vit që filloi fushata e ardhshme kualifikuese, por çfarë objektivash mund të kemi, ndërtimin e skuadre, afrimin edhe më shumë të rinjve apo ndonjë objektiv? Tashmë vazën nuk e kemi në një pozicion më të mirë, ndoshta vend 3, vend 4, është shumë e vështirë për të përcaktuar. Tani jemi të detyruar që të kemi objektiv të ngrejmë skuadrën, pa diskutueshme. Ky është objektivi i parë. Nëse në këtë sezon që kaloi objektivi ishte i paqartë, edhe në kërkim për të kualifikuar, edhe talente ose edhe për të gjetur talente, fakti është që kjo praktik dështoi. Ndërsa në këtë sezon jemi të detyruar që ne të ngrejmë skuadrën, dhe skuadra unë kam besim i do të ngrihet. Sepse ka futbollistë të talentuar, një pjesë janë mjaft të mirë që ju udhëheq Roshi që unë u deshën 2-3 ndeshjet e fundit që më herë, realisht domethënë me ka ardhur keq dhe janë çuditur që ka kaluar pa u kapur më shpejt. Megjithatë nuk është vanë. Ai ka treguar që do të ndihmoj veten e vet, por dhe ekipin kombëtar tonë. Luan, duhet edhe një vit, po si duken kundërshtarët, Norvegji, Sloveni, Island, Shqipër, Zvicër? Për mendimin tim këto kundërshtarë janë të gjithë të frikshëm. Por mund të jenë dhe por edhe mund të imposhtim realisht. Kemi treguar që edhe me skuadrën. Këtë vit është rreziku, mund të kapi vendin e tretë, mund të kapi vendin e katërt, por mund të kesh edhe i fundit. Ndoshta s'las Luksemburgun brapa. Kjo është thik me dy presa. Unë gjykoj që për 2 vjet e ardhshëm për fushat ne duhet të kërkojmë 3 vendet e para. Ne duhet të kërkojmë një objektiv të arritshëm, një vend 4. Qofse ju kujtohet, në fillim fushatës me trajnerin Kuzhe, presidenti Duka latë kuptoi, madje edhe e artikuloi që ishte një vend i katërt. Vendin e katërt. Edhe që për mua një objektiv normal që i dha presidenti. Pastaj ne na ushtu Oreksi. Mirë po, Oreksi, kur shtohet Oreksi, ne nga i herë, domethënë, kthehemi keqas pastaj në ndeshjet e tjera. Mbetesh pa ngrënë fare. Kështu që unë mendoj që objektiva duhet të jenë qarta. Objektivi duhet të jetë i realizueshëm. Vendi 4 për mu, për këtë ekip 3 që po konsolidojmë, them që skuadra mund të arrijë vendin e 4. Me 3, me lojtar, me teknik lartë. Ato lojtar që ti përzgjedhim, ato lojtar me teknik do të na krijojnë hapësiren, do të na krijojnë lojën e shpejt me pasime të shkurta, të mesme, me penetrime në qendër, me krose anër, me gjithë gjërat, vetëm teknika. Qofse e vumre edhe në ndeshjen me Francën, në ndeshjen me Maqedoninë, sa ndeshje tjera, ne kemi luajt ato ndeshje që kemi bërë vetëm sajt një loje të bukur kombinative. Unë se harroj ndeshjen me Bielorusi. Ne kemi bërë një lojë tip Barcelona, tip Spanjë atë ditë, fitum 1-0, po luajt me një lojë të shkëlqyer me aksione 2-she, 3-she, me aksione 4-she. Ka qenë një aksion herë në pjesë parë dhe në 6 ndeshje që ishte fantastik në gjitha pikpamjet. Nëse ne arrijmë, domethënë, të kemi një skuadër teknike, jo gjatësore, jo me fizikë të mëdha, por lojtar me teknikë të lartë. Dhe natyrisht aspekti fizik, shpejtësia, aspekti atletik e tjerë, besoj do t'i kenë këto lojtarë të ri. Okej, shkojmë në përre publicitare dhe rikthehemi për pjesën e fundit.
Voglushët e Skënder Gegës janë postur minimalisht 0-1 nga Rusia në ndeshjen kualifikuese Euro 2013 në takimin e zhvilluar në Niko Dovana. Pas një pjesë të parë të përfunduar me shifra të bardha, shpresat janë të shkuar në minutën e 74. Nga një penalti ekzekutuar saktësisht nga Smolov. Talenti i Skënderbeut Korçiku ndryrë në mënyrë amatoreske duke shkaktuar faull brenda zonës së rreptësisë, që në fund të rezultoi të ishte përcaktues. Armando Sadiku ishte i vetmi rrezik konstant në portën e lindorëve. Sulmuesi Locarnos në disa momente shkoi shumë pranë golit të barazimit, por fati nuk kishte me Elbasan Lion. Në Niko Dovana u krijua një atmosferë as pak e këndshme, ku u shoqëruan dhe 10 tifozë për edhe të tymuesve në fushën e lojës. Pas kësaj humbje, Shqipëria u isë rënditet në vendin e parafundit në grupin 6, me vetëm 3 pikë, të marrë ato kundër Moldavisë. Rusia shkëput në krye të grupit me 12 pikë, duke lënë pas Polonin me 7 pikë, Portugalin me 4, Shqipëria 3 dhe Moldavia 0. Takimi radhës për përfaqësuesin shpresa do të jetë kundër Portugalisë më 14 nëntor. Një sfidë e cila do të zhvillohet në stadiumin Niko Dovana të Durrësit në orën 19. Kemi varuar diskutimin për kombëtaren e madhe, kombëtaren A, kemi parë materialin e ndeshjes së ekipit tonë të 21 vjeçarëve, shpresa, humbën me Rusisë 0-1, vendosin një 11 metrash. Ka ndryshim aty, Skënder Gega ka nisur me humbje le të themi, por kishte shumë pak kohë për të njohur ekipin. Irfan, nesër një ndeshje tjetër ndaj Portugalisë. Aty janë zyrtarë, është çdo gjë reale, nuk është miqësore. Them që skuadra portugeze është skuadër shumë e mirë, pavarësisht se ajo ka humbë edhe me Rusë, se Rusia është me 4 fitore. Do të thonë për neri ka marrë pikë të plota, por them që me portugezët nesër mendoj që mund bëjmë ndeshje të mirë, pavarësisht nga rezultati, se portugezët dihet që ka një futboll të shpejtë, futboll teknik, futboll atletik, fizik e gjitha gjëra tjera. Nuk e di si është si ekip, por skuadra e Skënder Gegës është një skuadër e mirë që mund të arrijë rezultat. Për shembull, ka i sulmues shkëlqyer si është Sadiku, që arriti të realizohet të japin ekipit fitore me Moldavin duke shënuar 3 gola. Ka Vajushin si lojtar të mirë, ka disa lojtar të tjerë të cilët i ka marrë nga skuadrat që janë jashtë. Dhe them që besoj do të bëjë një ndeshje të mirë. Skënder Gega pastaj është një lojtar, një trajner me mendësi perëndimore, një trajner i cili prej shumë vite shkëtuar në Amerikë dhe prej shumë vite dhe ka arritur rezultate të larta në Amerikë. Kështu që them që ai do ta pozicionojë mirë skuadrën dhe besoj nuk do të lejoj në veprim gabuar siç e rasti i marrjes penalltire që një diçka fatale, po mund të kishim marrë barazimin patjetër. Andi ka element tek shpresa, realisht. Patjetër që ka element, pasi të shikosh që rrin stol një lojtar si Bala, i cili në kampionatin shqiptar është në një formë të mirë, domethënë, po ka shënuar rregullisht. Por mendoj që në ndeshjen ndaj Rusisë ne humbëm nga një episod që mund të humbi çdo skuadër në botë, domethënë, është një ekip shumë i mirë dhe sipas informacioneve që un kam, domethënë, aktuale në kombëtaren shpresa, janë bërë disa analiza me pamjet filmike dhe janë nxjerrur domethënë problemet ku ka çaluar ky ekip, domethënë, dhe nuk po zbuloj shumë gjëra, por po them që do shtohen forcat sulmuese në ndeshjen e nesërme, do mendoj më shumë për sulmin, nuk do luaj me frikë, sepse është parë që reparti sulmues ka qenë shumë i distancuar nga mesfusha apo dhe mbrojtja. Luan, ekipi shpresa gjithmonë ka qenë i dyzuar ose puna e trajnerit dhe gjithë stafit, përdoi talente për kombëtaren e madhe apo të marrë rezultate. Të dyja do ishte mrekulli për duam ne është në varësi të kombëtares madhe. Ajo është një fidanishte për të furnizuar kombëtaren. Tash edhe kundrejt rezultatit do të jetë akoma më ideale, por them që ekipi shpresa do të konsolidohet në lojë, të nxjerrë ato talente që në këtë grup që është nuk i mungojnë, të përgatisi sa më mirë, që të jenë gati për ekipin kombëtar, siç ishte rasti i Roshit, që është gati për ekipin kombëtar dhe gati për formacion. Them se ekipi shpresa është një grup mjaft vështirë, them se ndeshja me Rusinë e përballoi me sukses, që mund të kishim marrë edhe diçka më shumë nga ana e rezultatit. Shpresoj që të vazhdoj të bëjë atë lojë të mirë, të vazhdoj atë 20 minutat e fundit që luajti me Rusinë, të vazhdoj me atë lojë sulmuese që na zbuloi dhe Andi sot, që të marrim një rezultat pozitiv ndaj Portugalisë. Kemi në pankinën e shpresave një ish futbollist Partizanit. Edhe Zëvendës është një ish i Partizanit. Ish i Partizanit. Tash i Partizani është kudo, po vetëm në Super League
Vetëm Super League nuk është. Zotë Thaka, lidhje me ekipin Shpresa, ka pasur ndeshjen e Rusisë, nesër ndaj Portugalisë me ndryshime. Unë fatkeqësisht ndeshjen nuk e ndoqa dot dhe pas sekuenca. Unë di që ekipi Shpresa është i ngritur dhe është një ekip i mirë. E rëndësishme është në këto skuadra që trajnerët të therasin dhe të grumbullojnë ata lojtarë që janë të talentuar. Fakti është që Roshi nuk e kapëm dot neve asgjë kundër, është çudi e madhe. Dhe ndoshta në atë kohë janë bërë dhe kritikat mëdha për këtë futbollist. E rëndësishme është siç thash që trajneri të zgjedhë lojtarët më të talentuar. Dhe objektivi i tij është të çojë sa më shumë futbollistë në ekipin e parë. Sigurisht që Partizani ka prodhuar shumë trajner, futbollistë të mëdhenj dhe trajner, kështu që ka plot trajner të Partizanit dhe Gegës t'i urojmë suksese nesër në ndeshjen me Portugalinë. Me qime për kombëtarin, prekën dhe shpresat, tek 17 vjeçarët kemi pasur kualifikim për në fazën tjetër. 19 vjeçarët bënin paraqitje mjaft mirë në atë fushat kualifikuese, po lëviz diçka te moshat e sa rëndësishme është kjo në vazhdën e punës federatës dhe në vazhdën e ekipeve kombëtare. Me sa duket tu është një punë e mirë e sektorit të rinjve dhe fëmijëve, me sa duket që është bërë një punë e mirë, është bërë një seleksionim i mirë, vetë kualifikimi i të dy këtyre grup moshave tregon që e ardhmja do të jetë me talente. Kjo dhe për faktin sepse në disa klube të vendit ton janë rregulluar terrene të mira fare, ku të rinjt mund të stërviten. Shpresoj dhe kam besim që Shqipëria ka talente, sigurisht ka dhe dëshirë dhe vullnet për të stërvitur. Nëse do të lexojmë dhe dëgjojmë intervistat e trajnerëve, e para që shprehin për shqiptarët është që kanë shpirt luftarak. Sigurisht kjo është e mrekullueshme për ta patur dhe për të bërë futbollist. Unë kam diçka në lidhje me këtë. Moshat Federata Shqiptare e Mos Futbollit. harrojmë kemi dhe Strakoshën tek 19 vjeçar. Në këtë koncept ka bërë një punë shumë të mirë, ngritjen e atij stafi që do punojnë me moshat, ku është Redi Jupi si përgjigje. Redi faktikisht është një djalë shumë punëtor, djalë shumë i zgjuar, djalë që e njeh mirë futbollin në gjitha pikpamjet, është tamam një tip scouterit i cili din me zgjell talentet dhe ka bërë një punë shumë të mirë qoftë këtu, qoftë jashtë me programe, me përgatitje të stafit, me stafet e ndryshme, ka diskutuar, ka bërë dhe them që po bën një punë shumë të mirë lidhje me moshat. Vetë vendosja e Gjemal Mustetënagić, domethënë për 17 vjeçarët, që rrjelloi faktikisht një punë shumë mirë, që bëni Sulejman Dëmollari bashkë me Irfan Bujarin, Kishëm dhe një kombëtar 15 vjeçarëve domethënë me asistent profesor doktor Skenderin, i cili edhe ai luajti një rol të rëndësishëm për përgatitje ekipit që sot e ka Mustetënagić. Por njëkohësisht vendosja e Strakos është një ngjarje shumë e rëndësishme për futbollin shqiptar. Është një profesionist i vërtet, ai ka qenë një profesionist i vërtet, qoftë si lojtar për 20 vjet që ka luajtur ekipin kombëtar, qoftë atje ku ka qenë NIMS trajner dhe që vazhdon përsëri në Çipër, por është edhe një trajner i cili e njeh shumë mirë futbollin dhe një trajner që dit me komuniku shumë mirë me lojtarët. Krahas edhe 21 vjeçar që erdhi tash i Skëndergeja, unë them që është bërë një punë shumë. Ndoshta futbollistë kombëtarës së madhe duhet pyesin kombëtarin e Altirakut, femrët. I mposhtë Maqedoninë 4-1. Në sensin e batutës, domethënë, mbase ato duan ta merren për femrat e tyre, maqedonësit të ndalojnë fort. Kombëtarja e futbollit për femra, unë nuk kam shumë informacione, domethënë, gjithsesi është një risi dhe një rezultat pozitiv. Një risi, po mendoj se ashtu si dhe futbolli i sallës ose ndryshe futsalli, do të jetë një sport i vështirë sepse ka specifikën e tij, nuk mund ta ndërtosh domethënë sot për nesër dhe të jesh konkurrues. Ky është mendimi im, po mendoj që Rakli e ka atë petkun e dur për të ecur. Diçka për Altinin ka. Altini ka vendosur disa element shumë të mirë në zhvillimin e ekipit kombëtar të femrave. Ka avu disiplinë shumë të fortë, bën stërvitje rigoroze, përcakton qartë objektivat e vajzave. Unë kam bërë një bisedë shumë interesante me te dhe më ka pëlqyer për idetë që ka për perspektivet e kësaj skuadre të tjera. Është një djalë shumë punëtor, është një djalë i cili e njeh mirë futbollin dhe ka eksperiencë jo pak në futbollin gjerman. Mentalitet europian.
Për të mbyllur pak temën kombëtare, zoti Thaka, Pinari tha Partizani ka prodhuar trajneri, kemi të shpresat, por nuk kemi Partizani në Super League. Po unë shtova atë që ka pasur futbollistë më dhe shumë trajnerë, kështu që Partizani ka qenë një shkollë në fakt për të prodhuar futbollistë dhe trajnera sigurisht, dhe sot në treg janë plot prej tyre. Ne morëm një Partizan nga Içi. Morëm vetëm emrin, bëm një thirrje, erdhën rreth 90 e sa qytetar futbollista që i provuam, besoj që nuk kemi gabuar, kemi zgjedhur një grup i cili ka ardhur duke u rritur. Fakti është që neve sot stërvitemi në shkollën e bashkuar, në një ambient mesatarisht të mirë, të paktën këto i kemi konkuruar, kemi shkuar mirë, skuadra ka ardhur duke u rritur gjithmonë. Është në vendet e para. Tani është në vendet e para, sigurisht që ne kemi plot probleme edhe me skuadrën. Shpresojmë që të rregullohen edhe ato ekonomike financiare dhe skuadra do të eci përpara. Nëse klubi do të kaloj në shoqëri aksionere siç mendohet në janar dhe në shkurt, skuadra do të jetë më mirë, do të ketë fonde për të thithur futbollistë, për të bërë një merkato të mirë, që është e nevojshme për 3-4, por ne dhe aty brenda kemi futbollistë të mirë akoma dhe shpresojmë nëse do të ndodhë ky fenomen, Partizani do të ecë përpara. Kam dëgjuar për një mund të afrohet një biznesmen amerikan apo dhe biznesmen tjerë kanë shprehur interes dhe dëshirë për të investuar tek Partizani për ta ngritur këtë skuadër. Ka plot, nuk mund t'i shprehim tani me emra dhe kush janë, por kërkesa ka për ta rimarr Partizanin, sigurisht që Partizani është në një proces gjyqësor. Pa mbaruar ky proces gjyqësor nuk do të ketë lëvizje. Mos e bëj gjykata e Tiranës, i las temën zotit Xhani, Federata një Partizanin tuaj ka në ngërç këtu apo ju nuk ka, ne dhe futbollistët jemi të Partizanit, nuk kemi të asnjëriu, ne do të punojmë për Partizanin, do të luftojmë për Partizanin, me dëshirën e mirë gjithmonë që këtë sezon në përfundim të dalë në kategorinë e parë dhe më tutje në Super League. Luan, sërish një pjesë e Partizanit, nuk ndet zemra po them. Po, normalisht kemi kaluar shumë vite aty dhe nuk ndahemi dot nga emri i madh që ka Partizani. Themi se është në një rrugë të mirë, me hapa të vegjël, po themi se është në rrugën e dur. Është ajo që tha profesori për punën e trajnerit, që duhet mendohesh mirë që të bësh një zgjedhje të mirë, dhe Partizani këtë po bën tani, në këto momente. Ai sa jam informuar unë. Duke afruar profesori që ka një jetë që e njeh më mirë se kushdo Partizanit, po bën hapa të vegjël, por të sigurt për të ardhmen. Që Partizani ta shohim në kategorinë e parë në Super League, edhe pse jo mas shumë kohësh dhe kampion. Neve duam të ecim përpara që mos vi Dinamo mbrapa. A është mund të kemi derbi në kategorinë e parë? Nuk dëshirojmë që të bëjmë derbi me Dinamo në kategorinë e parë, kështu që ne duhet të ecim përpara dhe Dinamo të ecë përpara, jo të bëjmë mbrapa. Andi, edhe Dinamo shpresoj mos ketë fatin e Partizanit, po janë dy skuadra që i mungojnë shumë Superligës. Dinamo është, por jo në ato nivele. Patjetër, në fillim desha ndaloj pak tek Partizani. Përgëzoj zotin Thaka dhe gjithë nisëtarët e tjerë që duan ndihmojnë të skuadër, por ajo që shkon në alarmante është domethënë e ardhmja, ajo e tashmja. E tashmja është shumë e mirë që po organizohet, ka një fushë tek shkolla bashkuar e tjerë, por duhet parë nëse ky ekip do rrisi domethënë ecurinë e tij, do dalin në kategorinë e parë, pastaj në Super League. Si mund t'i marrim kësaj skuadre që është legjend me tifozëri domethënë në gjithë Shqipërinë, si mund t'i marrim në më të mirën? Duke u stërvitur me një fushë që unë mendoj që nuk ka standardet në një fushë të futbolli, më sa e kam parë unë dhe aq sa e njoh futbollin. Si mund të ecim ne kur nuk kemi dhoma zhveshje? Dhe nëse do kalojmë tek Dinamo, futbollistët e Dinamo sot nuk, domethënë kanë pjesën e tyre të fajt për sa i takon rezultateve, sepse fusha është ajo që tregon. Por në krahun tjetër do të shikojmë kushtet në të cilat këto futbollistë po kërkojnë që të ecin përpara dhe po kërkon dhe një opinion i gjerë publik frutet e punës. Atëherë unë mund të them, duke qenë dëshmitar i përditshëm domethënë në këtë klub, futbollistët e Dinamos huazojnë makina me super bagazh, shtyjnë se dile deri në fund që të zhvishën. Ky është futbolli, marrim i brikun me vete të bëjmë dush, mos i mbarojmë futbollin. E të tjera vjen Faruk Sedin, një figurë e njohur e futbollit shqiptar, kërkon telin tek rrjeta që të vari xhaketën, harron kronometrin sepse nuk ka dhomën e tij dhe do t'i marrë të gjitha me vete. Atëherë të paktën t'i çojmë disa kioska, t'i improvizojmë si dhoma zhveshje dhe këto të kenë mundësi se po vjen edhe dimri dhe do fillojnë shirat e rëmbyer. Përveç kësaj që dihet presidenca aktuale që ka qenë edhe ajo që qeverit e fundit
Ka vendosur të bëjë diçka të investojmë shumë, sepse ky është një problem, nëse nuk e fusha dhe gjitha këto ne kemi diskutuar. Është okay, por në investim në futbollistë dhe në emra për rezultate më të mira. Pa dashur të bëj avokat në presidencës Dinamos, domethënë unë kam kontakte të vazhdueshme për arsye të punës, por mendoj që më tepër tek kjo presidencë ndikon ana si mund ta them, domethënë e moralit, ofendimit, sepse unë deri dje po flas unë në rolin e Dinamos, isha zot shtëpie dhe dal për jashtë dhe më thotë që ti duhet pagush një qera, e paguaj dhe qeran, thuhet nuk do rish këtu ke shtëpia ku rrie, po do marrësh pjesën e kompleksit mbrapa që janë ca dhoma atje, domethënë që janë futur në rekonstruksion. Por kanë gjatë gjithë verës që janë në rekonstruksion, më shpejt po mbaron qendra e Tiranës se sa ato dhoma që mund mbarojnë për 24 orë nëse bëhet një punë ashtu siç dëshirohet. Pastaj, se ku po ta themi në gjuhën popullore, se ku flen lepri dhe çfarë problemesh tjera ka, ato i dinë më mirë ato persona që janë futur aty për të bërë pengesë për Dinamon. Dhe është e kotë, domethënë që ne të flasim për ditë sepse na marroi dhe boja në gazeta, dhe fryma në televizion. Dhe gjithçka dhe nuk po shikojmë asnjë ndryshim. Zoti Thaka? Jo, mbështes Sandi në këtë drejtim që Dinamo është e tillë, ndërsa Partizani ka kaluar këto situata, ka një terren sportiv shumë të mirë, ai fushë futbollit mrekullueshme, ka një zyrë që është e imi aty dhe trajnerëve. Ty sulmoj domethënë, kam informacione edhe nga futbollistët tuaj që fusha le për dëshiruar. Kjo është ajo që unë di. Mund të ndoj gabuar. Jo, është paktën problemi është që është me dimensionet mrekullueshme dhe fusha ka qenë shumë e keqe dhe është bërë mirë. Ndërkohë që kemi edhe 2 dhoma zhveshje dhe janë 6-7 dushe. Këto na i ka rregulluar komanda. Pa diskutim. Ne po flasim për standardin, nëse nesër do vi një lojtar me emër. Një lojtar me emër nuk Dinamo kur bën stërvitjen s'ka fare. Luani e di më mirë domethënë. Jo, të lutem edhe një herë. Shikoj, 2 dhoma zhveshje për një skuadër kategorisë 2, siç jemi ne tani. Po flas, janë të mrekullueshme. Kritika ime ishte për të ardhmen. Tani kritika jote, unë shprevaj diçka që në janar shkurt mund të ndodhi një fenomen që mund të mos jem dhe unë drejtor dhe të vi të flas këtu. Mund të ndodhin fenomene të çuditshme që skuadra mund të bëhet shumë mirë dhe nëse i skuadër do të ketë fondet gjitha, nuk i kushton asnjë që të bëjë 2 dhoma zhveshje të mrekullueshme. Por unë them që i ka të mira. Ka të interesuar, janar shkurt mund të ketë vërtet lëvizje reale. Ne kemi tani si kategori 2 që jemi, ne kemi probleme aktuale. Në aktuale është shumë e mirë sepse e kemi parë Partizanin që ishte një Partizan që kishte probleme financiare qoftë dhe për të gjetur fonde për karburantin për të udhëzuar. Ndërkohë që të mbështes edhe i sekond, të mbështes për klubin Dinamo është fatkeqësi e madhe që ai është lënë në këtë mëshirën e fatit, ndërkohë që dhe ambienti aty shtetëror dhe Dinamo del për jashtë. Dhe degenoj dhe i trajner dhe i emri madh i futbollit, Faruk Sedini dhe Dinamo i emri madh fakt. Luan, Partizani Dinamo dhëmbin dyja. Sigurisht është, unë i kam përjetuar të dyja, është një tragjedi për ana sportive për kampionatin tonë dhe për vendin tonë. Po them që ndoshta Dinamo mund të ketë dhe një fije shpresë, është ajo që ka thënë presidenca në janar do bëjë ndërhyrje. Inshallah qoftë e vërtet që Dinamo qëndroj aty ku është. Pastaj themi edhe për Partizanin që është, unë e thash dhe pak më përpara, është rrugë gjatë, po bën hapa të vëgjë, po i bën të sigurt. Është ajo që tha edhe profesori që tani janë 2 dhoma zhveshje, në kategorinë të parë mund të bëhen 4, Super League mund të bëhen 6, edhe ka shumë gjëra tjera. Urojmë që viti tjetër mos ta gjejmë Dinamon në kategorinë të parë, ta gjejmë ta kapim në Super League dhe të jetë një derbi që 2 vjet që të bashkohen. Ashtu. Irfan, janë 2 skuadra legjendare kryeqytetase. Unë jam me mendimin e të 2 zotrive që është një fatkeqësi kombëtare që 2 ekipet që kanë lanë shumë futbollit shqiptar, qoftë Partizani, qoftë Dinamo janë këtë gjendje. Partizani duket në ato që diskutuam edhe përpara me Gjergjin, do të thonë, do të po fillon ngjitjen, edhe nga mënyra se si e ka strukturuar Gjergji, do të thonë Partizanin me stafin, me gjithë, mendoj që do ecin përpara një aspekt financiar, besoj që do të realizohet. Pa ajo që është më ashtu është Dinamoja. Dinamoja në kotën e -1 pikëve, java 8 tash, edhe 5 neshje ka faza parë. Dhe Dinamo e ka shumë vështirë qëndrimin në Super League, thamun. Edhe në qoftë se ai grumullon, domethënë, lojtar e tjerë, në qoftë se ai zgrumullon të paktën këto 5-6 neshje, të paktën një 6-7 pikë, Dinamo edhe me marr
Cruyffin, me marë Maradonen, Messin, këdo me marë pak vështirë me najtë në Super League. Kështu që duhet vepru që është tash. Mund të ketë lëvizje në janar, Andi? Presidenti Besnik Suraj ka lëshuar një batutë, domethënë për gazetën ku unë punoj, Sporti Shqiptar, do ta shikoni dinamon në janar, po gjithsesi i qëndroj sërish, domethënë i vetmi problem që mund të jetë që ato mund mos ndërhyjnë në merkato, ka të bëjmë me këtë aspektin që ne jemi në rrugë, është diçka morale dhe mendoj që është e drejtë atyre, por në krahun tjetër është dhe thik me dy presa, se vërtet mund të vazhdosh dhe ti jesh i ofenduar, por është një skuadër legjend që s'mund ta lesh që të degenerojë dhe të precipitoj në këto -1. Doja të ndaloja vetëm shumë pak tek një fenomen, domethënë që Dinamo e ka hasur gjatë kësaj kohe, domethënë fenomeni i arbitrave. Jam shumë dakord në gjyqtari ndërkombëtar Lorenzo Emini e drejtoi me profesionalizëm, e pam Kamza fitoi me merit. Dhe askush nuk u mor me gjyqtarin. Ndërkohë, nuk është rastësi që në ndeshjet e tjera të gjithë analizojnë gjyqtarin, sepse Dinamo përveç se e ka lagun fyt, merr dhe goditje herë pas herën pas shpine nga disa vendime siç ishte ai i Laçit dhe po ti rikthehemi edhe ndeshjeve të tjera. Ka pasur ca vendime që mendoj që gjyqtarët, pavarësisht teknikave të tyre, duhet të jenë pak më drejt, nuk kërkon njëri mëshirë, po më drejt ka shit Dinamos, mos ta shikojnë ditë keq edhe. Zotëra, nëse veprojnë një lart tek Dinamo të paktën, mund kemi një ndryshim? Po unë nuk kam kontakte me drejtuesit e Dinamos, më tepër jam interesuar për veten time për Partizanin, bëj përpjekje për të afruar njerëz aty. Nuk mund të shprehem dot, por mundësit Dinamo i ka, presidenti i ka mundësit që të bëjë ndryshime në atë klub. Sigurisht, fatkeqësia e madhe është mungesa e ambientit dhe infrastrukturës. Kjo është fatkeqësia më e madhe e Dinamos. Dhe ajo tjetra rregullohet me njëherë, nëse presidenti shpreh gatishmëri. Luani derbi Partizani Dinamo Super League, ndoshta mbas 2 vitesh mund të shohim. Nëse edhe Dinamo qëndron këtu kush. Shpresoj mbas 2 vitesh, domethënë që të jetë një derbi me rivalitet, që të jenë edhe kampionati bëhet edhe më i bukur, por edhe më i fortë. Mendojmë se Dinamo e ka tetë vështirë këtë herë, po shpresojmë që ta kaloj. Sa i mungon realisht Partizani Superligës? Të gjithë thonë, por për ju një futbollist prej vitesh Partizanit, sa ju dhëm që nuk e shikoni në... Jashtëzakonisht shumë, si mua, si tifozët Partizanit, por edhe tifozët më të egrë që mund të ketë Partizanit si qenë ato Tiranës, edhe atyre i mungon shumë. Unë zituan shumë këta të dy u bëmë trajnera, se mund të ndihmonin skuadrën të aktivizoshin të këtë vit, pas si futbollistë të dy bashkë me... Irfan, një mendim fundit lutem, Partizani Dinamo, ndoshta do presim disa vite ta shohim Super League. Qofse merren masa që është tash për Dinamon, besoj që Dinamo mund ta kalojë këtë, domethënë, këtë handicap. Ndërsa Partizani besoj që me organizimin që është bërë e ripërsëritur edhe herë, do të arrijë nivelin nëse edhe ka një financim shumë të mirë. Fanella e Agim Murati që është në klubin Celtic Glasgow me numër 10 që është e varur atje dhe që është klubi në klubet më të famshëm në Europë, besoj që do të bëj atë që Partizani ka për të ashtu përpara. Nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu emisionin për mbrëmjen e sotme, kemi diskutuar për kombëtarën shqiptare, kemi prekur edhe ekipet zinxhir, ekipin Shpresa 19-17 porte kombëtare e femrave, ndërsa i kemi dhënë një minutazh, besoj të mjaftueshëm dhe të nevojshëm Partizanit dhe Dinamos, duke përfituar edhe nga të ftuarit që ishin në studio mbrëmjen e sotme, të cilët unë i falenderoj, duke filluar nga zoti Gjergj Taka. Faleminderit profesor, falenderoj Luan Pinari, faleminderit Luan, falenderoj edhe kolegët e mi Irfan Rama dhe Andi Matraxhiu. Bashkë përfundojmë këtu, miru takofshim dielën e ardhshme.